Përbërja më e mirë për forcimin e gjunjëve dhe kyçeve, bëni bashkë këta tre përbërës. Me kalimin e kohës përfundimisht të gjithë përballemi me dhimbje të ndryshme dhe një prej tyre është edhe problemi me kockat dhe kyçet. Por ne kemi disa këshilla për të ndarë me ju, kështu që mund të ruani qetësinë për të mbajtur shëndetin nën kontroll. Dhimbjet e kyçeve dhe të kockave nuk janë një dhimbje e zakonshme, kështu që ato që tashmë kanë përjetuar ndjesinë e asaj dhimbje e dinë se kjo është gjithashtu një makt i vërtet. Në disa raste njerëzit nuk janë në gjendje të ecin ose të ulen. A i dini se gjunjët mbështesin më shumë se 80% të peshës totale të trupit, për këtë arsye mund të bëni shumë kujdes për to. Edhe për t'ju ardhur në ndihmë mund të përdorni këtë recetë. Për këtë ju duhet gjysmë filxhani vaj i ngrohtë ulliri, një copë xhenxhefili, 2 lugë gjelle piperi kuq. Përzieni të gjitha përbërësit bashkë dhe më pas e konsumoni. Është një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese derisa të merrni trajtimin e specializuar.